Prit pak Jan. Jani, prit pak. Halo pak në kërë tjetër janë, që se ke hapësirë. Zonë për edhe automjetët dhe cilat dhe po jafrohen zonës e 9 katësheve në kryeqytet. Shohim se edhe tashmë po devijojnë në drejt 9 katësheve të gjitha automjetet, sigurisht duhet të presim edhe itinerarin e tyre se ku do të ndalojnë më pas në sheshin Skënderbej apo do të bëjnë një tjetër xhiro nëpër rrugët e kryeqytetit me këto buri. Shohim që përposhtë automjetet janë edhe motomjete të cilat kanë marrë pjesë dhe po paraqiten ditën e sotme në protestën kur është thirrur të marrë pjesë diaspora. Shohim flamë i kuqezi, qofshin tonë për motor, por gjithashtu edhe në automjetet të cilat kanë bërritur, po valvitet kamori kuqezi në këtë momente në të gjitha rrugët e kryeqytetit. Kryeministri Edi Rama mbajti sot edhe në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ku ndër të tjera tha se jo vetëm protestuesit në bulevard, por siç tha kryeministri, por po të protestojë edhe gjithë bota. Partia Socialiste ka mandatet dhe do të qeverisë vendin, tha kryeministri ditën e sotme në fjalën e tij përpara deputetëve socialist dhe madje i ka cilësuar protestat të thjesht si një algoritëm dhe ne do të shkojmë në itakën tonë, tha zoti Rama, duke